Mirdita, pse shqiptarët nuk e mbajnë njëri tjetrin? Pse shqiptarët zihen mes njëri tjetrit? Pse shqiptarët urrejnë njëri tjetrin? Pse? Shikoni, unë kam eksperienca personale që po ju them, por doja që ta diskutoja me ju, sepse, si që kam thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Në qoftë se nuk informojemi, pra në qoftë se këto diskutime nuk i bëjmë këtu së bashku, nuk do informohemi, dhe në qoftë se nuk do informohemi, nuk do t'jemi më të ditur. Ndokush nga ju do thotë, po mirë, kanë folur edhe tjerë. Ndaj duhet flas këtu, ta përsërisim prap, sepse ka të bëjë me ne, personalisht, me njëri tjetrin. E them, e përsëris edhe njerë, sepse shpesher shikoj lexoj në për komente, disa fraza që janë urrejtje. Me një fjalë, disa, jo vetëm karshimeje, sepse tani në fillim ishin më shumë, tani janë më pak, por këto fraza nuk janë vetëm karshimeje, por janë edhe karshi të tjerëve. Kjo tregon nivelin në radhë të parë, nivelin e secilit, pra nivelin e atij njeriu që shkruan atë frazën. Por tjetra që është më e rëndësishme tregon dhe nivelin e vendit. Ose diçka tjetër që më ka rënë në sy dhe unë dua që ta ndaj me ju. Po mirë më, këta që kanë shkuar jashtë, që kanë parë botën, kanë ardhur në Itali, kanë shkuar në Gjermani, në Zvicër, apo ku ta di unë, apo në vendet tjera, në Greqi, apo ku të doni ju. Disa prej tyre, disa, nuk po them, janë shumë të rrallë këta, por këta, disa prej tyre, me disa komente, shkruajnë disa komente, të përgjigjen me disa fraza, ose të hidhen me disa fraza, me disa shkrime, që të bën të kuptosh që nuk këta kanë mbetur gjithmonë atje ku ishin. Do t'ju them, për shembull, ka disa që janë, më falni, por doja që ta thosha prej koshtë, por do e them sot. Në qoftë se keni vënë re, disa janë të martuar në Shqipëri, për shembull, janë martuar në Shqipëri dhe kanë ikur jashtë. Kur ikin jashtë, këta rrinë me familjen e tij. Pra, me gruan e tij, me fëmijët e tij dhe njëkohësisht, kjo e detyron që të rri sa më me shqiptarë, sa më shumë me shqiptarët. Nuk po them se nuk është mirë, por prisni. Duke ndejtur sa më shumë me shqiptarët dhe duke patur më pak kohë për të bërë miqësi, qoftë me një vajzë, me një grua, apo me një djalë, apo me një, ku ta di unë, me një tjetër të vendit, kjo e limiton. Pra e bën që ai të mbetet gjithmonë në atë guackën e mes shqiptarëve, pra edhe aty ku është. Dhe tjetra, nuk mundet ai që të ketë një vizion më komplet, në qoftë se nuk e ka provuar. Nuk e ka provuar që të njohë edhe një vendas, jo një, po flas, por në përgjithësi të ketë eksperienca të vendit, dhe kjo duke e limituar, ai kthehet gjithmonë në gjenezën e tij, pra është gjithmonë shqiptar atje ku ka qenë, atje ku ka lindur. E përsëris, nuk po them që kjo është mirë apo keq, por prisni. Sepse pse duhet të kesh urrejtje ti? A the që je shqiptar? A thua që je njeri i mirë, me kulturë dhe i do shqiptarët dhe çdo gjë bën për shqiptarët? Dakor. Pse e urren vllain tënd, shqiptarin? Në qoftë se ti thua që i ngre lart vlerat e Shqipërisë, të shqiptarit, të vetes tënde, pse duhet ta urresh? Për çfarë arsye? Sepse një koment, për shembull, kur thua një koment të rënd, urrejtjeje, këtu kuptohet që ti ke urrejtje, nuk ke dashuri për atë. Dhe pyetja është pse, dhe si është e mundur? Shiko, nuk ka një vend në botë, një vend, po them, si shqiptarët. Nuk ka. Është vërtet, shiko, ne kemi gjithmonë jeta jonë është e lidhur me vendin ku ke lindur. Është e lidhur pa dyshim me vendin ku ke lindur, me njerëzit, me traditat, me çdo gjë. Mirë po, njeriu zhvillohet. Dhe si zhvillohet njeriu? Zhvillohet duke folur dhe duke bërë interaksione, sepse ky është informacion. Informacioni është dije dhe dija është pushtet. Pra, duke u informuar mes njëri tjetrit, ti
bëhesh më i ditur. Dhe ti, nëse do të kesh shansin që të informohesh edhe më shumë, pra në vendet ku shkon, me të huaj, me punë të ndryshme, me çdo gjë, pra sa më shumë eksperjenca ke dhe aq më i ditur bëhesh. Dhe ndërkohë, disa mbeten në guackën e mëparshme. Tani e përsëris, nuk ka asnjë të keqe nëse njeriu mbetet në guackën e mëparshme, por ka disa shtylla të rëndësishme. Për shembull, unë kurrë nuk mund të harroj se nga kam lindur. Kurrë. Unë kurrë nuk mund, sa herë që kujtoj atë vend atje, më mbushen syt. Sa herë që kthehem në Shqipëri, shkoj edhe bëj 2 hapa atje, sepse gjëja e parë është të mos harrosh se nga vjen e para. Kështu që është legjitime për këdo. Por çfarë i shtyn të tjerët, nuk po flas për se unë nuk di të kem urrëtie. Po të kisha urrëtie nuk do isha këtu me ju. Bile nëse keni vënë re, nuk i eliminoj komentet me urrëtie. Nuk i eliminoj. Sepse ka disa e kanë kuptuar një pjesë, se ka një diçka, pra çfarë i shtyn të tjerët njerë, të qëndrojmë këtu, çfarë i shtyn të tjerët, disa po flasë, shqiptar, që të kenë një urrëtie të papar, mes njëri tjetrit, çfarë? Mos është një vend i mallkuar, Shqipëria, sepse, për shembull, thot, një shoku im në Vlorë, thot, mos hajde këtu, thot, se këtu është vend i mallkuar, sa herë që vin këtu, thot, ti acarrohesh mes. Unë nuk acarrohem mes njerëzve, por ngre pak tonin e zërit, se ndonjëri për shembull nuk të kupton kur ti flet. Nuk do të thotë kjo që unë kam të drejtë, por kur flitet për një diçka që është evidente që është ai, pra ajo është përgjigja, tjetri insiston edhe duke e patur gabim. Pra ti i jep fakte dhe ai duke e patur gabim insiston akoma, aty acarrohesh. Tani tjetra, pse disa thash vazhdojnë. Shiko, pra vazhdojnë që të acarrohen dhe të ofendojnë njëri tjetrin. Në qoftë se ke vutre në fillim fare të këtyre takimeve që bëjmë këtu, në këto faqet tona, kishte disa që që ofendonin, shkruanin, dhe nuk u përgjigjesha. Shumë prej tyre nuk u përgjigjesha. Bile disave i përqafoja. Pra jepja atë të përqafimit. Unë mendoj që njeriu, pra kryesisht shqiptari, mendoj që është ky problemi. Pra problemi i shqiptarit është ai që të gjithë janë lidera. Nuk po gënjej këtu, sinqerisht po them. Do ju them se pse mendova këtë. Janë të gjithë e mbajnë veten si lidera. Me një fjalë ai, jam më i fortun. Dhe kjo tregon rritje profesionalizmi, rritje më falni. Rritje profesionalizmi dhe rritje informacioni. Dhe në qoftë se unë nuk u përgjigjem këtyre, pra atyre që nuk u përgjigja, këta me kalimin e kohës u bën shokët tanë. Doli dielli tani. Ndjes. Nuk po e mbyll, më falni. S'kemi kohë sot. Dhe po thoshja, unë nuk duke mos i fshir komentet, duke u përgjigjur do njerit, me shumë delikates, duke i dhënë një përqafim tek komenti, ai kupton që nga ana tjetër nuk e ka si rival. Nuk e dim kuptoni, Me një fjalë ai shikon që nuk e ka si rival, edhe unë jam, thot. Kështu që ai nuk është rival, është djalë i mirë. Mendoj që ky, sepse në thelb kush është? Unë mendoj që ky është kjo është një mënyrë mbijetese. Dhe ne, gjithë populli shqiptar ka qenë një sekond. Dhe ky është një moment, si mund t'ja u them unë, është në momentin që njeriu
ja mbylla. Në momentin që njeriu është i shtypur, i rrahur, i zhveshur, i ofenduar, i masakruar, i vjedhur, i plaçkitur, i përdhunuar, nga ky moment lind urrejtja. Unë them që ky është problemi kryesor. Që në kohrat e lashta, që kur u pushtua vendi nga grekët, pastaj u pushtua, me fjalë flasim kohën e ilirëve, pastaj nga romakët, pastaj nga të tjerët, nga Bizanti, Kutadiune, pastaj nga austro-hungarezët, nga turqit, 500 vjet që shqiptarët gabimisht thonë turqit janë, turqit në mbajnë, turqit janë vëllezërit tanë. Nuk mundet të jetë vllai yt një njeri që të ka pushtuar. Nuk mundet të jetë vllai yt një njeri që të ka përdhunuar, të ka ofenduar. Nuk mundet. Në atë kohë ashtu ishin gjërat. Vente, njëri merrte një pjesë aty, pushtonte atë vendin, merrte gratë, i përdhunonte, merrte fëmijët, i bënte ushtar, kështu ishte. Por kjo sot është histori, dhe ti nuk mund t'i thuash tjetrit vëlla apo motër. Pra, kjo, për mendimin tim, dhe në fund fare, shqiptarët mbijetuan, sepse kjo është e rëndësishme. Mbijetuan. I kërkuan që ti shpërndanin, ti rrihnin, mos të bënin as një shtet, dhe si përfundim, shqiptarët mbijetuan. Dhe unë them që e gjithë kjo krijoi një diçka, krijoi një forcë të madhe brenda shqiptarit, që ai është zot i vetes. Dhe kjo tregon leadershipin. Pra, unë jam zot i vetes dhe këtë nuk e moj. Dhe nga këtu lind urrejtja. Me një fjalë, ai s'është asgjë, unë jam i fortë. Tani unë doja që ta diskutoja me ju çfarë mendimi keni? Mund të kem të drejtë në këtë? Po them që kjo ka mbetur, vazhdon ende sot, ka mbetur. Ndaj po ju them, shikoni vendet e tjera, shikoni Italinë, Gjermaninë, apo gjermanët me sinqeritet, italianët me sinqeritet mbajnë shumë. Shikoni italianët që kanë ardhur në Shqipëri, si mbahen me njëri tjetrin. Shikoni shqiptarët jashtë se si rrihen me njëri tjetrit. Pra, ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, sepse si thash, ta diskutojmë, kjo është tepër e rëndësishme. Më falni që pari që më morën telefon, por shpresoj ta keni dëgjuar me kujdes dhe do dëshiroj një komentin tuaj. Sinqerisht, një koment, çfarë mendimi keni ju? Do t'i lutesha. Sepse jam kurioz dhe vetë dhe do t'ju lexoj. Hajde, ditë mbar.